Burnley ishte i dëmtuar, e ka vlerësuar, por mua më duket, thash, gjithmonë në syne e sportit, më duket realisht e drejtë që t'i jepet një mbështetje, sidomos kur bëhet fjalë për kombëtare, që pastaj broja, unë mendoj ndikon dhe kjo që përplaset me një performancë dobët me ne që jemi kaq shumë të përfshirë në futboll dhe të gjithë duam të japim, të gjithë duam të nëpërmjet tasjerës, nëpërmjet hapësirave me radhë, gjithë duam që të jemi kritik tifozët e me radhë, sepse është një problem shumë i madh, Alba. Mos të flasim fare për brojën. Të marr rast Manajn që kur humbi penalltinë të gjithë e kritikuam, të gjithë e ofenduan e kërcënuan familjarisht, aq shpejt ndryshuan brenda 60 ditëve sa u kthyen hero. E njëjta gjë është dhe me brojën. Gjatë kampionatit evropian, le themi, u targetua në një mënyrë totalisht absurde për mendimin tim. Është fuqia e publikut, por mos të fuqia e elektoratit politikisht, meqense e njeh mirë dhe skenën dhe spektrin politik që të ngrenë në një moment dhe në një gabim shumë të vogël mund të pësosh një rënje drastike. Enrico, është folë shpesh për gjendjen e lojtarëve, janë analizuar në debate, në interviste që ju keni bërë, apo në analiza që bëni për eksponentët e kombëtares, për gjendjen e tyre emocionale. Kur fitojnë, kur humbin, kur kanë shpresë, kur kishim dhe ndeshin me Serbinë, pse jo, kur shkuam në Europian? Dipsa, Alba, përmenda pak tifozët, sepse në çdo fush je i prirur që ti të shikosh se cili ka qenë reagimi ose mesazhi që i ke dhënë shikuesve aktualisht ku ne jemi duke folur dhe ai feedbacku, dhe realisht ndodh shumë kombëtare. Unë kam miq lojtarë kombëtare shqiptare, madje edhe më informojnë që çdo gjë ndjekin, çdo gjë ndikon, prandaj dua të them që edhe në rastin e brojës, përmendi profesorit të Hystaj, të Manajt, të pafund të Uzunit, kujdo janë në marrjen të informacionit të përhershme të asaj që ka ndodhur në botën e jashtme, do ta quajmë jashtë kombëtares, dhe janë lojtarë realisht të ndjeshëm. Do të përmend vetëm situatën që ka qenë përpara ndeshjes. Janë të ndjeshëm apo janë vulnerabël? Ndjes si do të pres Enrico, ndaj këtyre reagimeve. Marrim rastin dhe të një portieri kur performon mirë dhe nuk shënjon skuadra tjetër përballë asnjë gol, është heroj. Kur humbim, e bëjmë tabelqitje. Unë në postimin tim solla disa shembuj të ngjashëm në të futbollistëve me shumë emër, të cilët kanë pasur momente të vështira, pikërisht jo vetëm për shkak të dëmtimit fizik që kanë mësuar, por për shkak të problematikës psikologjike që e ka ndjekur këtë dëmtim fizik, dhe i është dashur kohë që të rimarrin veten, dhe i është dashur kohë që të punojnë psikologjikisht, dhe kam përmendur dhe teknika të mundshme me cilat mund të punojmë. Sigurisht që nuk janë shpikjet e mia, është shumë e lehtë për t'i gjetur cilat janë teknikat në psikologjinë sportive që mund të funksionojnë, le të themi. Dhe theksoj edhe një herë, nuk jam specialist, nën specialist i kësaj fushë, por vendimi im për të reaguar ishte, le të themi, për ta destigmatizuar, le të themi, problematikën dhe po është lexuar kështu në opinionin publik? Kur e di, ti e di masën që të ndjek apo kontingjentin e njerëzve që të ndjekin në rrjetet sociale? Ka pasur reagime të shumta, të drejtë edhe të kundërta ndonjëherë nga njëra tjetra. Unë mendoj që sa më shumë të flasim për këto problematika, aq më shumë destigmatizohet problematika. Sepse nëse ne fokusohemi vetëm tek performanca futbollistike e individit, e zhveshim atë nga ana njerëzore, le të themi, dhe shohim se atë si një makinë golash. Ndërkohë që ai është një personazh që ka jetën e tij jashtë fushave të futbollit, ka historinë e tij plot sakrifica për të ardhur deri në këtë pikë. Dhe gjitha këto bëhen pjesë e llogaritjes së tij në momentet kur mund të ndihet përsëri rrezikuar që një dëmtim tjetër mund ta largojë atë përsëri për shumë kohë. Dhe që të neutralizohet, le të themi, kjo ndjesi frike, sigurisht që duhet punuar në mënyrë shumë specifike dhe mundësit ekzistojnë atje ku broja është, nuk mund ta themi që ekzistojnë këtu fatkeqësisht. Kështu që unë më shumë e bëra për publikun se sa për të sugjeruar brojës se çfarë duhet bëj, apo federatës, apo Burnley. Do të thënë, e bëra më shumë për publikun, në mënyrë që të shohej pak më thellë, le të themi, dhe mos gjykojë në mënyrë empirike. Le të themi, ato epitetet që u hodhën në rrjet atë natë dhe djen mëngjes,
ishin totalisht pa merituar për mendimin tim. Enrico, pas këtyre reagimeve, pas shkrimeve që ka bërë dhe doktori, apo edhe njerëz të tjerë, njohës të futbollit, tifoz, apo aq më tepër teknik të tjerë, mendon se Broja do të jetë më mirë nesër, nëse është në formacion se nuk e kam parë? Shiko, e ditë shka për nga pjesa sportive dhe njerë, mua më pëlqeu shumë ato minuta që Broja luajti me Anglinë ndeshjen e parë. Ne humbëm 2-0, por tregonte që ishte një lojtar që e vinte në vështirësi kundërshtarin. Dhe nuk e bën asnjë, Ndoshta i vetmi. sepse shumë thonë që e kemi mitizuar, thonë dhe nuk ka treguar asgjë. Okej, secili ka mendimin e tij, më pëlqeu shumë kjo që tha profesori dhe për pjesën që ne shikojmë, ne njerëzve më intereson çfarë po del tani këtu në ekran. Nuk e din se çfarë ne bëjmë më pas dhe çfarë bëjmë më para. Dhe kjo është çështja edhe tek Broja. Tani ai lojtari ka shumë peshë psikologjike, ka ne kemi thënë dëmtimet, ka futbollist Alba që e kanë lënë futbollin për një dëmtim edhe në moshë më 3 se Broja. Një dëmtim në pjesë të trupit që janë vështirë të rikuperueshme të bëjnë që të mbasësh karrierën dhe ta mbyllësh shumë shpejt për një lojtar që mund të jetë vetëm 22 apo 23 vjeç. Kështu që për këtë pjesë opinioni duhet të jetë shumë mirë kuptues dhe duhet të kalojmë përtej futbollit. Nëse flasim dhe realisht shkrimi besoj u ka shërbyer të gjithëve. Për atë që ju thoni, unë prap dua ta shikoj titullar dhe dua të qëndroj me idenë që ti mund bësh një ndeshje pozitive, siç ne e përmendëm si shembull Anglinë, mund bësh një ndeshje negative me Andorrën, ka bërë shumë ndeshje edhe të tjera pozitive, një prej tyre me Jordanin, ju do thoni që ka 0 rëndësi sa i përkisë aspektit kualifikues pasi ishte një miqësore, por në aspektin psikologjik lojtarin e ka ndihmuar, shpërtheu, dha një asist nëse zgaboi, bëri një gol, bëri një performancë mbreslë nëse do ta quaja unë. Pas reagimeve virale, do shohësh me vëmendje tjetër nesër Brojën në fushën e blertë? Unë vazhdoj ta shoh me të njëjtin sy pozitiv që e kam parë gjithmonë dhe personalisht ajo video nuk kam dashur as ta shpërndaj në kuptimin që nuk kam dashur ta shpërndaj sepse mënyra si u mora mesazhin nga ai që mund të ketë qenë personi i parë që e shpërndan që mendjemadhësia e Brojës kundrejt kreut të një institucioni, unë nuk e lexoj ashtu. Unë nuk mund dhe thash edhe një herë, unë e shikoj si një lojtar që është në atë epokën e tij me ato vështirësitë e tij. Dhe realisht mënyra se si pastaj është shpërndar nuk më duket as pak normale për një futbollist që fundja mesazhin e morëm nga hysaj. Me që lojtari refuzoi, po ju them dhe diçka, unë s'dua të kape me askënd, refuzoi të atakonte. Le ta bënte iniciativën vet zoti Duka t'i afroi t'i fliste. Atë që bëri hysaj. Kështu që sepse do të thotë edhe diçka, ka media, ka gazetar që ndoshta u ka interesuar ta shikojnë në këtë këndvështrim. Të lloj forme. Po, që ishte një fyerje ndaj kreut të UEFA, ndaj një prej krerëve të UEFA-s, me që zëvendës president dhe numri 1 i FSHF-s, por unë e shoh në syrin e një futbollisti që ka nevojë për atë momentin e tij dhe do të shmang kamera dhe do të shmang çdo gjë tjetër. Mendon se nesër do të ketë një reagim ndryshe para apo pas ndeshjes kur të jetë konferenca për mediat e Brojës? Pra do të ketë marrë një lloj ndikimi, një lloj impakti nga që u bë viral video e momentit kur kolegu i tij e tërheqe, po momenti i shpangjes zoti Duka nga takimi? Nuk e di nëse Broja do vendoset ta ekspozoj vetëm përpara mediave nesër. Sigurisht që në varësi